Ministria e Drejtësisë ka bërë publike kriteret dhe kategoritë të dënuarve që do të përfitojnë nga amnistia penale e shpallur në fund vitin e 2025. Kriteri bazë në këtë amnisti është rrezikshmëria e ulët shoqërore, ndërsa janë përjashtuar kategoritë që lidhen me krime të rënda. Kriteret dhe kategoritë përfituese nga amnistia: burrat, të dënuar me vendim të formës së prerë deri në 3 vite burg, të dënuar mbi 3 vite, por që u kanë mbetur 3 vite ose më pak për të shplyer dënimin. Kushti domosdoshëm është që të mos jenë dënuar për vepra penale që përjashtohen nga amnistia, krime me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Gratë, të dënuara deri në 4 vite burg, të dënuara mbi 4 vite, por që pjesa e mbetur e dënimit është më pak se 4 vite. Gratë e dënuara mbi moshën 50 vjeç në momentin e hyrjes në fuqi të amnistisë. Të moshuarit, burrat e dënuar mbi moshën 60 vjeç, të miturit, të gjithë personat nën moshë 18 vjeç me përjashtim të atyre të dënuarve për vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore, sa përfitojnë gjithsej. Nga përllogaritit e bëra, pothuajse 400 persona do të dalin nga burgu menjëherë sapo të hyjnë në fuqi amnistia, ndërsa midis 900 deri 1000 të tjerë përfitojnë ulje dënimi deri në disa vite nga periudha e mbetur. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.